Ulja e çmimit të karburanteve në bursat ndërkombëtare nuk ka ndaluar rritjen e vazhdueshme të çmimit të naftës në vendin tonë, situatë e cila ka ndikuar edhe në koston e operatorëve të transportit, të cilët kërkojnë masa urgjente për kostot e shtuara nga rritja abuzive e çmimit të karburanteve. Transporti publik në të gjithë Shqipërinë se levuan këtë rritje të karburantit, kërkohet një vlerësim i situatës, kërkohet një mundësi që transporti publik në këtë moment të ketë një ndërhyrje shumë emergjente, ose duke hequr taksat mbi karburantën për sektorin e transportit, ose duke subvencionuar në mënyrë drejt për drejt, që shifra e subvencionit pastaj duhet diskutohet në trezat përbashkëta me operatorët, me specialistët e fushës edhe të institucioneve. Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas, në një letër drejtuar Ministrisë së Financave, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Bashkive, ngren shqetësimin e rritjes së kostove nga shtrejtimi i naftës me 45 deri në 50 lekë për litër brenda një jave. Për ta sqaruar, po marrim dy fatura, të cilat kemi bërë furnizime, një ndër operatorët, para fillimit luftës ne e merrnim karburantin me 115 lekë për litër pa TVSH, që do të thotë me TVSH fashësh 140 lekë. Pa përfshirë transportin dhe çmim shumice. Aktualisht ne e marrim 186 lekë dhe 190 lekë sot, pa përfshirë transportin dhe me çmim shumice, që do të thotë është një rritje me 40 apo 50 lekë për litër për karburantin. Është impakti drejt për drejt sepse konsumi në transportin publik është i madh e natyrisht ndikon shumë qoftë edhe 1 lekë të ulet apo 1 lekë të ngrihet, efektin financiar jap të jashtëzakonshëm te kompania. Për ndikimin e menjëhershëm të kostove, shoferët e mjeteve të transportit publik shprehen skeptik në marrjen e masave dhe vënien e tyre në zbatim. Asnjë lloj shpresë s'kena me turistë. Vetëm me xhavën tonë. Pra mendon që masat nuk do të... Ja, do zbatohen. Thjesht në algoj. Nëse merr masa qeveria hera parë në historinë e transportit rrugor, mu bëjë punë. Sa bën herë? Na kanë dhënë 400.000 lekë rrogë, edhe ato ne kanë marrë sigurime, rroga na ka dalë 140.000 lekë rrogë mujt. Besoj, nuk e besoj. Edhe atëherë në pandemi na thanë asgjë s'bën. Në shumë pika karburanti, çmimi i naftës këtë të mërkur po tregtohet në vlerën e 200 lekëve, e një pjesë prej tyre kryesojnë me naftën 198 lekë për litër, ndërsa benzina me 188 lekë për litër.